Pas deklaratës së fundit të kryeministrit Hristijan Mickoski, me të cilën praktikisht eurointegrimet I la për disa gjenerata të ardhshme, përkatësisht derisa të përmbushen garancitë për identitetin maqedonas dhe përcaktimin e të drejtave të maqedonasëve në Bullgari, u ngrit çështja për të ardhmën europiane të shtetit. Megjithatë, ministri I transformimit digital Stefan Andonovski në emisionin Klik Plus në televizionin 21 u përpoq ta relativizoj këtë qëndrim të kryeministrit dhe theksoi se nuk bëhet fjalë për heqje dorë nga rruga europiane, pasi Maqedonia I përmbush obligimet që I janë vendosur. Па не би можел да кажам дека се откажуваме од било што, напротив, знаејќи колку напредок имаме направено во смисла на завршување на домашната задача и домашните реформи како влада, можам да кажам дека во целост ги исполнуваме задачите кои што ни се дадени како држава. Истовремено, нашиот став е принципиелен и до тој се држиме многу долго време, би рекол уште од пред изборите 2024 година, дека било каква промена и чекор од македонска страна мора да значи прво некој вид на гаранција дека процесот ќе заврши во моментот kога ќе започне. Por kreu I opozitarës së LSDM-s Venko Filipçe në intervistën për televizionin shtetëror paralajmëroi se ngërçi në eurointegrime përbën një rrezik serioz për të ardhmën e shtetit dhe qytetarëve. Shumë të rinj do të marrin pasaporta bullgare dhe do të emigrojnë nga shteti për të përfituar nga përfitimet e Bashkimit Evropian, tha Filipçe, dhe ftoi kryeministrin Mickoski të përgjigjes se si me procesin e eurointegrimeve rrezikohen çështjet e identitetit. Намереното отстапување, не постапување кон нешто што, повторувам, нема никаков ризик, нека излезат, нека кажат. Па ние за луѓето во македонците во Бугарија можеме повеќе да се бориме кога станеме земја членка на Европска унија. Како можеме да се бориме од надвор? Посилни се, сите земји членки си имаат своји правила, ние да станеме земја членка ќе се бориме за секои малцинства. И тоа е еден многу битен момент. Како, уште еднаш прашувам, со тој чекор се загрозуваат некои од идентитетските одредници. Еве, нека излезе премиерот, нека каже. Kryeministri Hristijan Mickoski dje mbajti një takim në qeveri, I cili ishte I përkushtuar agjendës reformuese. Në njoftim është theksuar se ai ka vënë në dukje se institucionet duhet të punojnë me afate të qarta dhe progresi duhet të jetë I dukshëm dhe I matshëm. U përfundua se agjenda reformuese mbetet një proces kyç për afrimin ndaj standardeve europiane dhe për fuqizimin e sistemit institucional në vend.